personi i cili ka probleme shpirtërore ndjen shpirtërisht se ka nevojë për dikush më lecu. Kjo është ndjenja mbrëmshme të cilën nuk mund ta kupton kurkush përveç se personi i cili ka problem. Beson domethënë që njeriu i cili ka probleme botën e gjijve ndjen shpirtërisht se ka diçka me ta. Nuk është në rregull me ta. Dhe kjo është një fakt i pamohueshëm. Mirë, problemi ndaj qasjes këtu ndryshe. Dikush mundohet me largu ato problemet e mbrëmshme, domethënë ato cytjet, ato ngacmimet e mbrëmshme në mënyrë të ndaluar. Si për shembull të gjen zgjedhjen narkotike, gjen zgjedhjen alkool, gjen zgjedhjen hapa qetësues, edhe pse nuk jam absolutisht kundër hapa qetësues. Po. Se e veta edhe atë kur kanë podcast Sheh Halidin e veta. Po. Tash a mos jeni kundër hapave qetësues? Jo, vë thash Mina pro, i lauçit, s'mund me kom kundër i lauçit. Po, domethënë unë kam parim edhe kam thonë shpesh në për podcast apo ku jam komision. Adresa e parë të cilën njeriu do ta troket është psihiatri. Edhe nuk është edhe sikur që është pall një farë lufte mes rukjegjive edhe psihiatrave, domethënë sikur që janë empatia. Jo, mund të bashkëpunojmë bashkë edhe këtë sukses. Është një psihiatre Tiranës, më ka met në vesh një pacient të cilën unë e kam ka qenën, ka shku edhe tek ajo, është Anila Tiranës është. Psihiatre e Tiranës. Po, psihiatre e Tiranës, emrin e ka Anila, nëse nuk gaboj. Domethënë, ky pacienti ka shku edhe atje edhe ndërkohë ka bërë rukje. Edhe e ka vetë ata, i ka thonë, atë shkojnë rukje. I ka thonë, e ka pyet një pyetje shumë të mendshme. Ka thonë, a ndjen qetësi? A duket vetja që bëhesh më mirë? Ka thonë, po, ndjen një farë qetësie, ndjen një farë, a ndihmon atë aspekt? Ka thonë, po, ndihmon rukje. Ka thonë, banë. Shko, po. Unë jam për me të qëru. Po edhe aja është për me të qëru. Domethënë, unë jam për me ja letu procesin. Edhe psikologu. Edhe aja është për me ja letu procesin. Nëse njësh, mirë shko të hoxha. Po, more. Domethënë, Këtë përdorin shumë psihiatër perëndimor, danez, amerikan. Unë sinqerisht po tham, nuk është një send të cilën kështu. Ja hoxha ja psihiatri. Jo, nuk ka këtu ja hoxha ja psihiatri. Përderisa i ban dobi shkumja të psikologit, të sociologit, të kushdo koft, të neurologi, lirisht shko, se kjo është edhe dëshira ime, po edhe dëshira e psikologut është shërimi. Absolutisht.